Ervin, të përshëndes, sa persona janë vënë në pranga dhe çfarë është sekuestruar personave, gjithashtu edhe detaj nëse ke mundur të mësosh se si funksiononte ky grup kriminal. Bjole, përshëndes, në fakt në pranga kanë rënë 2 persona, të 2 banues në Kosovë, bëhet fjalë për 23 vjeçarin Altin Pajaziti dhe Kadri Prushin, 53 vjeç, të cilët janë kapur me 2 armë zjarri të llojit pistolet, të cilat i kishin në një automjet me të cilin udhëtonin nga Kosova në drejtim të Shqipërisë. Në fakt ka qenë një hetim disa mujor i sektorit antitrafiqeve në policinë e shtetit, në policinë e Tiranës, pra që ka zbuluar edhe pra të dhënat se këta 2 persona për shkak edhe të dyshimeve, por edhe informacioneve që kishin marrë se këto armë do t'i shisnin në krye qytet, por pa mundur të zbulonin se kujt do t'ia shisnin për shkak se nuk ishte lënë ende një takim për dorëzimin e armëve. Në këtë mënyrë, duke pasur edhe dyshimin se 2 shtetasit nga Kosova mund të arratisëshin, është bërë edhe operacioni për kapjen e tyre, ku në fakt arrestimi është bërë në aksin rrugor Lezhë-Fushkruj, pikërisht tek sa udhtonin me automjetin e tyre, pra agjentët e policisë i kanë rrethuar dhe në këtë moment pra është bërë edhe arrestimi për shkak se janë gjetur edhe 2 pistoletat. Për sa i përket hetimeve, pra dhe detajeve nga hetimi, rezulton se këto pistoleta do të shiteshin në Tiranë për një shumë prej afro 10.000 eurosh, pra 5.000 euro secila, për shkak edhe të vështirësisë si duket apo çmimit në treg që është rritur të armëve të zjarrit, dhe këto pistoleta pikërisht trafikoheshin nga Kosova dhe po bëhen hetime nëse ka pasur apo jo raste të tjera, pasi edhe më herët në Shqipëri janë goditur raste të trafikut që bëhen nga Kosova në drejtim të Shqipërisë, dhe nëse këta 2 persona, pra 2 të arrestuarit, Altin Pajaziti dhe Kadri Prushi, 53 vjeç ky i fundit, pra kanë pasur apo jo lidhje me trafikantët e mëparshme të armëve të zjarrit nga Kosova në drejtim të Shqipërisë. A e kuptoj. Mirë. Ervin, faleminderit për informacionet.